E njëjtë dhe ja ku jemi sërish, por para se të filloj me programin, para se ju të njeni me historitë që këtë radhë janë historitë jashtëzakonshme, por jo në kuptimin e bukur të fjalës, është gjenat shumë e gjatë. Unë do doja shumë që ju të bëni subscribe. Keni një buton aty sipër në YouTube. Bëni subscribe kanalin e Andales sepse kam vënë re që vetëm 30% e shikuesve janë bërë subscribe në këtë kanal dhe pjesa tjetër e shihni dhe unë ju falenderoj shumë. Mundet të komentoni, ndoshta ju falenderoj shumë, ose të na keni, të jeni ju që na keni rrëfyer, na jeni rrëfyer ne në numrin e telefonit apo në DM-in e Instagramit tim, dhe për këtë prapë ju falenderoj, por do ju falenderoj akoma më shumë sepse do të ishte një mbështetje shumë e madhe për ne dhe për vazhdimsinë e këtij programi, në rast se do të bëni subscribe në Andale. Por të futur në këtë program dhe siç thash është një natë shumë e gjatë. Është një natë e gjatë edhe një natë mund të thoja pak dramatike. Neve në fillim menduam dhe e hapëm në Instagramin tim, njoftuam temën e mikrofonit hapur, sepse kishte disa histori specifike që na vinin dhe ne nuk ishim të sigurt. Jona, më mbrëma një herë, më mbrëma për njerëzit që janë që të shohin, sepse ne jemi parë dhe para transmetimit. Ishin histori që na u dukën shumë të veçanta dhe nuk dinim ku t'i kategorizonim këto histori. Ndaj menduam që të krijonim një mikrofon të hapur, pra të flasin, të jenë të lirshëm, por që nuk kishte një temë të caktuar. Megjithatë, ndoshta eksperienca këtu në këtë program na ndihmoi që të identifikojmë një të përbashkët, rreth 80% e historive dhe përbashkëta ishte trauma. Të gjitha këto histori kanë kaluar një traumë dhe kryesisht traumë fëmijëria. Dhe trauma shumë të rënda. Trauma që nuk do doja që t'i ndodhin njerëzve të tjerë, ca trauma janë të rralla, në fakt, histori filmash, por të gjithë i bashkonte trauma. Kështu që ky program në fakt sot i kushtohet traumës. Traumës që nuk na lëshon. Ky është edhe titulli. Dhe nëse themi për fjalën traumë, gjë e parë kur unë kuptova që do profilizohet edhe tema do jetë trauma e kësaj mbrëmje, më shkoi ndërmend të shkoja pak te koncepti i fjalës traumë, se çfarë do të thotë. Dhe vjen nga fjala greke që do thotë plag. Por nuk është një plag fizike, është një plag emocionale dhe fizike së bashku. Do të thënë ka të dyja. Dhe do shikojmë se çfarë gjurmë lë edhe në rrugët tona neurale, jo vetëm në aspekt fizik, në aspekt emocional. Një plag që për shumë histori është vështirë të mbyllet. Po, dhe the pak më herët Dalina që i ka ndodhur më shumë në fëmijëri dhe pikërisht aty ku nuk duhet të ndodhë, ose është pjesa më delikate. Lëre se unë Elona e para dhe pastaj unë kur i lexova kemi kaluar ca momente të vështira dhe unë madje po këshilloj Elonën, po bëhesha kështu si e mençur duke i thënë që Elona mos u përfshi shumë në histori sepse tha Dalina nuk e di me këto historitë e kësaj jave se sa jam prekur, thash mos u përfshi dhe pastaj në qetësinë time kur po lexoja historitë prap për duke u përgatitur për programin, dhe unë shpërtheva në lot, është e vërteta, sepse janë tema të tmerrshme. Kemi një zonjë të abuzuar dhe të dhënuar nga të dy prindrit. Aq ekstrem ishin ata, sa që jati ka gjuajtur me shpullë dhe ditën e fejesës, pse i fejuari nuk kishte makinë. Absurde. Historia tjetër na vjen nga Kosova. Ajo ka ende trauma nga vetvrasja e babait. I vllai e pa të varur të jati në shtëpi. Dhe nuk e ka marrë veten që atëherë. Thot zonja. Kemi pastaj një zonjë në Itali. Asaj ti përdhunojnë vajzën në diskotekë në moshën 18 vjeçare. Një traumë që prekur për vite me radhë të gjithë familjen. Dhe do ta mbyllim natën me një histori shumë të vështirë, e ngacmuar seksualisht në fëmijëri nga një baba shtaz, do thoja unë. Madje ky baba edhe një muaj më parë, tani jemi në maj, po, në prill, mbas 20 e ca vitesh, e ka marrë në telefon dhe i ka thënë si su bëre kur e imja dhe mua mishi tani, në një histori kështu makabre. Por do ta fillojmë këtë natë që thash është një natë e vështirë me një histori që ngjan me ato raste që shohim në mediat huaja apo dëgjojmë nëpër filma. Kur ishte vetëm 5 vjeç, Dea, që është pseudonimi, u torturua dhe u abuzua për 3 muaj rresht nga një dado. Dhe tani pse është histori filmash? Edhe kjo është histori filmash, por dado e mbajti të mbyllur në podrum. E merrte në shtëpinë e saj dhe mbante mbyllur në podrum pa e ushqyer. Vajza 5 vjeç.
për 3 muaj rresht. Kemi Dea në linjë? Po, përshëndetje. Përshëndetje Dea, më ka lënë pa fjalë historia jote. Bëra një hyrje shumë të shkurtër. Por çka ka ndodhur? Aq sa se ti ke qenë 5 vjeç, nga ajo çfarë ti mban mend edhe çfarë prindrit kanë thënë. Ne kemi qenë emigrant në fillimet e viteve 90, duke filluar nga 91-shi. Dhe mami dhe babi kanë punuar pa ndërprerje, ndaj hëna në të diel gjithmonë. Në fillim kanë filluar kopshtin, po kur vinte sezoni verës, ato 3 muaj duhet gjenin dikë që të kujdese për mua, sepse nuk kishte kusht më mbante dhe ku të më linin. Pa. Kështu që vendosën të gjenin një grua për të kujdesur për mua. Kam pas 3 dado, 2 prej cilave kanë qenë shumë të mira, dhe e treta ishte një zonjë, një grua greke. Më çonin në mëngjes, herët para se të niseshin për në punë, dhe në mbrëmje kur mbaronin mbasdite vinin më merrnin prej aty. Çore të linin dhe çore të merrin prindrit. Zakonisht më çonin në orën 6 mëngjesit dhe mund të më merrin diku te 4-5 mbasdite. Kishte edhe një fil të vetin që kujdeste aty. Në momentin që mami më çonte, e mbyllte derën, më merrte çantën e ushqimit që mami mund të më vinte me vete dhe më zbriste poshtë në katin përdes në një bodrum. Dhe vetëm në momentin kur vinte orari për mamin ose babin, kur e bënin me radhë që të më merrnin, atëherë ato minutat e fundit multa aty te divani në katin e parë dhe pretendonim sikur luanim. Dhe më pas më dorëzonte tek mami ose tek babi. Më fal, do të thënë, ti sa vije? Pra sa të linin prindrit ty në orën 6 të mëngjesit? Sa mbyllte derën, i përshëndeste miropafshim, mbyllte derën. Të merrte ty dhe të fuste në podrum. Dhe gjithë ditën e kaloja aty poshtë. Po, më thënë gati 9 orë në podrum çdo ditë. Për 3 muaj rresht, kjo ka qenë kjo lloj torture sistematike, se për mua ishte torturë, ka qenë çdo ditë 3 muaj rresht. Dhe ajo merrte çantën e ushqimit që do thotë as nuk të jepte për të ngrënë. Jo, as ujë as bukë, për 3 muaj unë nuk kam konsumuar. Ç'a të thoshte? A mban mend diçka? Disa nga gjërat janë ato të cilat kanë përshkruar prindërit, ata ishin më të rritur, kuptohet, e kanë pas situatën nga jashtë. Kur i kujtoj ato momente, janë përjetimet e një fëmije, dhe mbaj mend që unë bërtisja, ulërisja dhe qaja dhe më kujtohet që i bija derës, sepse bodrumi ishte dera dhe zbrisje me shkallë poshtë dhe unë gjithesha i bija derës, ajo fute i brenda, më thoshte të pushoja dhe fillonte pastaj me abuzimin fizik duke më goditur dhe abuzimin verbal që i mbaj mend akoma dhe sot këto shprehjet ti je turko albanos, sepse kështu na quanin në shqiptarëve turko shqiptar, ti je fëmijë i qelbur, ti je fëmijë i pështirë, po bëre zhurmë, unë do i tregoj policisë, po tregove ti mamit dhe babit, unë do i marr dhe do i vras që të dy. Dhe të krijoj çdo ditë kjo gjë nga frika, se si fëmijë përjetoje o bobo do më vras mamin dhe babin dhe do ngelen vet. Sepse ajo kishte edhe një fëmijë të vogël, sa vjeç ishte fëmia që ishte në atë shtëpi? Mund të ketë qenë ai djali moshatar, ndoshta me mua diku 4-5 vjeç, një mosh. Ishte fëmia e vet biologjik? Fëmia e vet biologjik, po. Okej, dhe ky ishte një podrum kështu, se ka lloj podrumesh poshtë, si ato podrumet e errta, si qilari, i shpifuri. Ka qenë podrum, po, ka qenë një dhomë që mbanin gjërat vjetra, raqe, mbaj mend ka qenë një tavolinë druri me 2 karrige aty, dhe një dritare shumë e vogël që e kam akoma dhe sot memoria të dritare, që ishte në nivel me rrugën dhe dukeshin thjesht këmbët e njerëzve që kalonin aty. Edhe çanta ime, ajo ja jepte ushqimin djalit vet, dhe kur mami e merrte çantën e merrte bosh, pra të zbrazur, pa ushqim. Dhe mami nuk e kuptonte derisa erdhi momenti që unë u dobësova shumë dhe u bëra anemike. Dhe mami më merr më çon tek mjeku. Mjeku i thot, kjo është anemike dhe po kalon në anoreksi, ai i jep një ushqim kësaj fëmije, këto janë fjalë që mi ka thënë mami, normale se unë nuk i mbaj mend. Dhe mami që i thot, po, i thot mami, është e çuditshme sepse unë i ve ushqim me vete kur e çoj tek
personi që kujdeset për të dhe kur vjen në shtëpi është e çuditshme sepse kjo vjen dhe me një uri tepër të madhe. Dhe ha shumë dhe në shtëpi, thot mami. Po ti kur shkoj në shtëpi nuk ban mend të kesh folur apo të kesh thënë që s'dua të shkoj më aty? Të lutem mos më ço më aty. Asnjëherë nuk u kam thënë, thjesht ishte kjo frika. Unë mendoj, duke lexuar shumë dhe duke lexuar shumë libra psikologjik, po dhe në psikanalizë kam kontrolluar dhe mendoj që frika ime pse nuk kam treguar është sepse unë nga mosha 1 vjeç, prindrit kanë ikur në Greqi dhe më kanë lënë për 1 vit të gjyshrit, duke më pasuar si top futbolli një herë te njëra gjyshe, një herë te tjetra, dhe pas 1 viti diçka kanë ardhur, më kanë marrë dhe ajo mungesa atij viti mua më ka bërë që kur prindrit erdhën më morën, unë akoma e ndi atë që nuk dua më t'i humb prindrit, nuk dua më të qëndroj larg mamit e babit. Dhe mendoj kjo ndjesia e frikës që unë do humbja mamin dhe babin, ndoshta më ka trembur dhe më ka bërë që unë mos u tregoj asgjë. Si u zbulua? Një ditë, për ironin të fatit, kjo largohet. Merr dhe djalin e vet, e mbyll derën dhe mua si gjithmonë duke më zbritur poshtë në bodrum sepse ishte bërë rutinë dhe unë e dija. Më le aty, largohet. Ndërkohë dëgjoj derën që kjo largohet. Dhe mami me babin atë ditë janë vonuar akoma dhe më shumë se ç'duhej. Kjo ka ikë dhe nuk është kthyer, më unë nuk e kam parë më nga ajo ditë. Kaloi koha, unë isha mësuar të flija aty, të rija, të qaja, të zgjohesha përsëri dhe mbaj mend që ndoshta kem qenë duke qarë, mbaj mend kokën e kam si kujtim që ngrihem nga tavolina, duke qenë e mbështetur aty dhe shoh që po erësoj, po bëhet shumë natë dhe zakonisht kur mami dhe babi më merrin kishte diell, kishte dritë. Filloi të trokas aty tek dera që hape dhe nuk kthente askush përgjigje dhe tremben se është ndoshta ajo frika e fëmijës. Dhe pastaj duke qarë përsëri duhet më ke zënë gjumi sepse mbaj mend që më pas jam ktheluar dhe kam parë nga dritarja dhe ndoshta ajo mendimi i fëmijës, kam marrë atë tavolinën, jam munduar e kam shtyr deri tek muri. Kam marrë dhe një karige, kam hip mbi karige, nga karigja në tavolinë dhe me maja të gishtave jam ngrit për të parë atë dritaren e vogël dhe për të parë nëse do kalonte dikush që të filloja dhe të shikoja dhe kërkoja ndihmë. Kam bërtit, e përlotur që ndoshta dëgjonte dikush dhe më shikonte. Shikoja disa këmbë që thjesht kalonin, nuk dëgjonin. Askush nuk më shikonte. Nuk e di sa kohë mund të ketë kaluar ashtu. Dhe filloi bërtas përsëri ndim, kur kalojnë një burr, i mbaj mend si sot ato këpucë, një palë këpucë kafe. Ecën dhe unë që bërtas ndim, dhe ai largohet si thuaç u erësua dhe ishte ajo shpresa e fundit që mbaroi, domethënë nuk më shpëton dot askush. Dhe ndoshta Zoti nuk e di, ai kthehet mbrapsht. Duke dëgjuar ndoshta nga që ishte mbas e qetësi dhe darka bën vetën, ka ul kokën poshtë dhe më ka parë dhe aty kam parë për herë të parë një fytyrë njeriu, pra një burr. Ka lajmëruar menjëherë polici. Ka ardhur policia. Më kanë nxjerrë nga ajo dritare vogël. Dhe ndoshta dhe fati ishte që ky zotëria jetonte në lagjen tonë dhe në vitet 90 diçka ka pasur shumë pak shqiptar, sidomos aty ku jetonim ne ishin mbase 2-3 familje maksimumi dhe na njihnin të gjithë. Dhe i ka thënë policisë dhe ata kanë lajmëruar mamin dhe babin që kanë ardhur pastaj. Që atë ditë nuk e kam parë më atë grua. Ç'o ndodhi me gruan? Kur e kam pyetur babin dhe mamin, babi thot që policia më mori dhe më tha që nëse ti ngre një kërkesë padije, pra për këtë zonjën, për këtë që ka bërë, duke qenë se është një shtetase greke dhe këta nuk donin të ndynin emrin e një greke, sepse zakonisht filluan pasi po vinin shqiptarët, bëma tek qia drejtoheshin tek shqiptarët. Nëse ti e bën këtë, ne do të djegim vizën, i than babi, dhe atë kohë ishte shumë e vështirë të merrje ato lejet e kalimit, këta i kishin 5 vjeçare që shumë pak veta i merrnin. Pikërisht sot për ironin e fatit babi ma ka përmendur të kujtohet sa prindrit ndoshta bëjnë ndonjëherë gabime edhe
padashur lëndojnë fëmijët, por dua të më falësh ta sepse mbase duhet kisha vepruar ndryshe dhe të humbja këtë pjesën e financave, por tani nuk kam më kthim mbrapa. Dhe Tani, ajo zonja po, nuk pësoj asnjë gjë. mbaroi kjo histori, erdhe në shtëpi, çfarë bën prindrit? Dakor, nuk do dishnin vizën, po ç'a bën? Do quan në datë tjetër, ç'a ndodhi? Se ti prap e vogël, prap 5 vjeç ishe dhe prap ato ishin në punë. Pas asaj ngjarje nuk më çuan më tek asnjë person të kujdesej për mua dhe më mbyllin thjesht në shtëpi. Largoheshin për në punë gjithmonë në sezonin e verës dhe unë më mbyllin çesin e shtëpisë nga jashtë dhe unë qëndroja e vetme në shtëpi. Televizori ka qenë shoku im i mirë që më ladhe në syze më vonë. Do të pyesja pikërisht për këtë, domethënë si të ka ndikuar sot e gjithë kjo. Sot jam nën, kam 2 fëmijë. Edhe e mbart akoma të plag, po ta quaj fëmijërie, sepse sot unë nuk i besoj askujt. Jam shumë dyshuese, kam një mosbesim aq të madh ndaj njerëzve, ndaj çdo kujt, madje edhe hijes time kur eci në rrugë e shoh edhe një herë, nëse kam dikë që mbase do vite të lëndoj fëmijët e mi. Për Dhe fëmijët kam kujdesesh ish dorë nga ti apo puna, nga jo? çdo gjë për të kujdesur për të kujdesur për ta, madje kam menduar edhe një herë mbase të bëj homeschooling dhe t'i mësoj në shtëpi, por e kam kuptuar që nuk dua t'ja kaloj fëmijëve këtë pjesë, t'i lë me ankth dhe ndoshta t'i izoluar vetëm për këtë frikën që kam unë se diçka mund t'i ndodhi, se unë ndoshta nuk i mbroj dot deri në pafundësi. Çfarë moshe kanë fëmijët sot? 4 dhe 1. Fëmija i moshës 4 duhet shkojë edhe në çerd apo jo? Nuk e ke çuar apo është Do- në kujdes plot? Jo, nuk e kam çuar. Për këtë kujdesa arsyen, arsyen që të eksperiencës tënde apo jo? E frikës, po, sepse thoja, nuk e di çfarë mund t'i ndodhi aty, si mund ta trajtojnë, derisa vi momenti që të jetë i aftë, pra tani nëse pyes, tregon, më informon dhe i them gjithmonë që mami dua për çdo gjë të më thuash, çfarëdo që të jetë, mami t'ia thuash që më foli dikush në këtë formë, më tha këtë, më tregoi këtë gjë, që dhe unë t'jem të di se çfarë ndodh me fëmin tim, sepse nuk mund t'i mbaj t'i izoluar, nuk do i mbaj dot, edhe të dua është absurde. Po ti vetë ke, do të thënë, kujtime të asaj periudhe, të rikthehen imazhe të caktuara? Natën, zakonisht kur kam në një mak, dhe shoh gjithmonë atë bodrumin, atë dritaren e vogël, për shembull dhe në shtëpi, unë nëse ndodhem në një dhomë dhe nuk ka dritare, unë nuk ri dot, më merret fryma. Dhe në shtëpi gjithmonë verë dimër unë e mbaj pak hapur një nga dritaret, sepse më duket se kur nuk mbushem dot me frymë. Dhe si reagon në momentet kur ti je detyruar të jesh në një vend, për shembull, të mbyllur, qoftë dashansor, nuk e di nëse ke të lidhur me mjediset akoma më të mbyllura, por që je detyruar ti përdorësh? Zakonisht i them vetes, numëroj zakonisht deri 10, deri ka pas raste 100, dhe i them do kaloj vetëm duke përmendur këtë fjali dhe më pas qetësohem. Me prindrit, e ke folur këtë situatë më vonë? Vetëm një herë ka qenë një debat, nuk e mbaj mend për çfarë, diçka ndoshta lidhje me rebelimet adoleshentëve. Dhe unë që i them, po ju që u sot në këtë formë dhe mlat, si ka mundësi prindi mos di se çfarë i ndodhte fëmijës dhe unë torturova për 3 muaj. Dhe babi që thot, të lutem mos e përmend më atë temë, iku ajo tani, mbaroi. Kaq, dhe nuk është diskutuar më, përveç sot për ironi të fatit që babi nuk e di pse e përmendi dhe tha prindrit ndonjëherë bëjnë gabime dhe mbase pa dashur i lëndojnë fëmijët sepse nuk marrin dot masën përpara për t'i mbrojtur, tha. Kur përmenden në një situatë apo diçka në lidhje me fëmijërinë e dikujt apo fëmijët preken shumë. Prindrit sot janë më të ndërgjegjësuar për tek Ah. fëmijët, janë më vigjilent kur ndodh ndonjë situatë ndryshe, sjellje ose diçka. Më herët kanë qenë shumë herë më pak të kujdesshëm, të shikonin disa simptoma ose shenja të fëmijëve që mund të ishin të abuzuar apo të neglizhuar në një farë forme që u jep atyre shqetësim. Po fakti që ngërçe që po tha pak më herët është pikërisht tek fakti që nuk janë dalluar këto shenja. Do të thënë të arri pas 3 muajsh të kuptohet që fëmia po vuan nga mungesa e ushqimit, kjo. është diçka shumë e madhe. Do të thënë është një përqendrim shumë i fortë tek puna, okay, por kemi një fëmijë aty, do të thënë në kujdes të dikujt një të huaj. Dhe ka një lloj
mungesë interesi për të kuptuar se kush është ky person, fëmijën që ma sjell në çfarë kushtesh më vjen fëmia, më thënë këtu është ngërçi që unë mendoj se duhet ta vendosim në atë highlight ose me shënim që të jemi shumë të kujdesshëm kur fëmia jon është në kujdes sidomos të personave të huaj. Dhe shenjave që dallohen, pra ndryshimet tek fëmia janë shumë të dukshme, sepse fëmia i ka me sjellje. Nuk ti thot me fjalë ndoshta, por sjellja e bën, sepse izolohet, mund të jetë ai vetë që nuk ka ushqimin ose shmanget kohës së darkës, sepse ka frikë, shikohet ndryshime edhe në aparencë, do të thënë ka fëmijë që janë të trombur, duken të krusur, të mbyllur, edhe kjo është një sjellje, ose kemi sjelljen tjetër ekstreme që është me agresivitet. Nuk dua të justifikoj prindrit fare, por e çoj pak në kontekstin e situatës atëherë. Vitet 90. Unë më kam qenë në 92-shin në Greqi dhe ishte një mikesha e mamit që në Shqipëri ishte mjeke, më duket, po punon dhe ishte punë të mirë dhe shkojmë tek shtëpia e saj dhe unë është hera parë që kam parë realisht dramën e një imigranti në vitet 90. Se çfarë lloj gjendje jetonin. Domethënë dhe çfarë lloj shtëpie ishte situata. Dhe këto ishin zotrinj, domethënë, edhe thash po pse vin këtu? Pra, po përpiqem dhe ka qenë Kavalla më duket a diku afër Selanikut. Kështu që po përpiqem të shkoj në kontekstin e situatës atëherë. Këta ishin ndër të parët. Gjerzi këtu roptoheshin, kalonin piramidën 58, coptoheshin për të arritur aty për një jetë më të mirë. Nuk ishte kthim brapa. Plus marrëdhënien me fëmijët ne nuk i kemi pasur dhe shpeshherë nga mbas 90-s nuk kemi qenë të edukuar se kanë qenë vitet e para për shumë histori të tilla, se ne s'kemi pas as dado në Shqipëri. Na i mbanin gjyshet dhe tezet dhe hallat. Dhe pavarësisht se trajtimi mund të qenë edhe makabër nga gjyshet, tezet, hallat apo pavarësisht ne kemi kaluar, ka qenë ndryshe, atë kemi njohur si skem që është brenda familjes. Kështu që fakti që duhet punonin dhe 10-12 orë dhe s'kishin asnjë dhe natyrisht ishte dhe stresi që marti me vete që dhe stresi i identitetit se kush janë këto në këtë vend, janë vetëm 2 familje shqiptare tha Dea. Kështu që janë shumë gjëra shumë gjëra dhe nuk është çështja e justifikimit, po kanë kaq shumë ngarkesa që kam përshtypjen që ndonjë nga ngarkesa e shmagi fëmijë. Fëmia është halli më i vogël. Pra aq kohë sa fëmia ha, kur e shohin ata dhe ecën, fëmia është halli më i vogël, sidomos kur ka ngarkesa të mëdha. Dhe shqyr që kanë dado, madje, Dea më dëgjon? Po dëgjoj, po nuk do të ndërpres prandaj. Dhe madje ka, sidomos për prindër që janë të ngarkuar në punë, dado është ndonjëherë thonë më mirë të kem mirë dadon se sa të jem unë. Më thënë më mirë të jetë dado mirë. Kështu që është një çlirim dhe fakti kur të ikën një dado, ikën një tjetër me zgjen, po gjeng të greken, ndoshta edhe nuk i shkon mendja sepse ne kemi qenë në kohën që kemi qenë inferior. Kupton, kur shkova unë në Greqi në 90 na thoshin si dikeni u gjuhë të huaja, a keni shkolla ju në Tiranë. Kështu që natyrisht ne për ata ishim kafshë të ardhur dhe grekët na dukeshin, kupton, më binte përshtypje një akullore bos mua atëre. Ua, ç'a ishte Selaniku. Kështu që të gjitha këto, po i thash të gjitha këto detaje të vogla për të kuptuar gjithmonë kontekstin e situatës, e kam bërë kur ato vinin të roptuar, se nuk kanë qenë as punë të bukura, kur vinin në shtëpi, e kam parë që kanë ngrënë dhe ka thënë kush e dia ka luajtur shumë ndonjëherë, sepse i shoh dhe tashiun që gjen justifikime. E mos është lodhur pak, nuk e lexojnë gjuhën e kalamajve shumë. Nuk i kam akuzuar prindrit i dënojnë në kuptimin e vetes, por dhe prindrit e tjerë në atë situatë ndoshta që i kanë lënë fëmijët e mbyllur vetë apo kanë marrë këto lloj rrugtimesh në emigrim, babi im e quante gjithmonë atë eksperiencë si Sizifit ishte, sepse punonin dhe gjithë të ardhurat gati pesa me madhe shkonte në Shqipëri për të shlyer borxhet e familjarëve. Dhe fillonte prapa ajo rutina, puno, përsëri çoi ato të ardhura aty. Dhe nuk kishte mbarim, ishte edhe një kalvar shumë i dhimbshëm dhe për prindrit, jo vetëm fëmijën. Prandaj ndoshta dhe neglizhoi fëmia në këtë rast. Ti duke dashur të justifikoj, por si gjithmonë kam dëshirë që gjithmonë të kuptohet konteksti dhe Jona e ka thënë, që është shumë e rëndësishme të kuptohet dhe konteksti se ku ndodhin dhe pse ndodhin këto situata, sepse tani jemi në një lloj cancel culture që papritur të gjithë vjen para gjyshit dhe të gjithë janë njësoj, domethënë në çdo kontekst janë njësoj të dënueshëm, janë njësoj të gjithë për burg dhe edhe prindrit e tu në qoftë se do ta çonim tani ta hidhim për diskutim tek brezi i 12 vjeçarëve në shkollë, patjetër që do
ishi shumë më problematik të diskutoj, që është me të drejtë, sepse në fakt duhet të kishte vënë shenja, në fakt kur ti kërkove që të flasësh me babain dhe nënën tënde dhe të thoje, hajde flasim një herë për atë histori, ata duhet të kishin folur një herë, se nuk ikën, historitë nuk ikin, thjesht hajde se iku, dhe këtë ta kuptojnë tërë prindërit tani në 2025, se nuk ikin histori, nuk kalojnë. Ndonjëherë është më mirë kur diskutohen, apo jo, Jona? Absolutisht. Kështu që Të absolutisht flasësh është një lirim më i madh i asaj që fëmia ndjen edhe kur është i rritur, siç ndodhet sot. Ne nga prindër që janë treguar neglizhent, por absolutisht nuk i fajsojmë se është konteksti, por as nuk justifikohen, sepse fëmia mendoj unë është prioritet nëse sillet në jetë, po gjithsesi është pjesa që neve duhet ta flasim, pra ta flasim sepse lirohemi dhe kemi kaluar në një ekstrem tjetër, pra nga prindër neglizhent tek ty që je shumë vigjilente për çdo gjë, pra ke përgjithësuar traumën tënde tek fëmijët dhe mos lejimi i tyre për të pasur eksperjenca që ndoshta mund të mësosh, po edhe ndihmon ata të jenë pjesë e një rrjeti social, siç mund të jetë kopshi, shkolla edhe me radhë. Kështu që mendoj se kjo është çështja tjetër e jotja që të duhet tani të punosh me veten. Duke lexuar, po mundohem dhe vetë që këtë pjesën time ta shëroj vetë, në kuptimin që mos ja kaloj e transmetoj tek fëmijët çfarë ka ndodhur dhe pse mua ndoshta po më pengon kur është ta shpreha let it go, të kaloj dhe të fokusohem te kjo pjesa që të bëj më të mirën për fëmijët dhe mos i pengoj apo mos i sforcoj me gjithë që kam kaluar unë. Doja ta pyesja sepse çfarë më ka lehtësuar pak është gjithmonë në ëndër shoh gjithmonë një vajzë të vogël, e njëjta vajzë gjithmonë. Nuk e di sa vjet, shumë e vogël, nuk e njoh, nuk e kam parë ndonjëherë. Dhe e shoh gjithmonë kjo është në rrezik. Gjithmonë do i ndodh diçka që do humbi jetën, është një lartësi të madhe, po i ndodh diçka tjetër dhe unë që shkoj më herë dhe gjithmonë në ëndër këtë vajzën e vogël unë e shpëtoj. Dhe pasi e shpëtoj, unë shkoj dhe e përqafoj. Dhe në momentin që unë e përqafoj, duhet sikur ndryshojmë rolet. Pra, atë qetësinë, atë sigurinë që ky përqafim të fal, duket sikur në vend ta përjetoj ajo vajza e vogël, e përjetoj unë që po e përqafoj atë. Ëndrat janë shëruese, ndoshta gjërat të cilat janë mistike, por duket se futen brenda nesh, krijon një kontekst tjetër të çështjes se si do doje ti të ishte dhe të ndihmon. Dhe është një paralelizëm shumë i bukur e asaj që ti do doje të kishte ndodhur me ty kur ishe e vogël. Një vajzë e vogël që ndihmohet nga dikush tjetër, dhe ajo vajza e vogël që ti shikon në ëndër je vetëm ti në të dyja drejtimet. Duket sikur ti po ndihmon veten dhe është fuqizuar aq shumë kjo ideja që të ndihmosh veten sa ke dhe sot. Sepse tha dhe më herë. Ka ndihmuar dhe veten Deja. Deja ishte ajo që çua vuri karrigen. Pra në 5 vjeç ka shpëtuar veten. Po, është një fuqizim shumë i madh i vetes vetë që vjen nga vetja edhe duket sikur edhe pse të tjerët të rëndësishëm për të, pra prindi, nuk ka qenë aty prezent si figurë e sigurisë, është dashur ta krijoj vetë këtë gjë. Edhe më vjen mirë që ty të ka ndihmuar. Zakonisht kjo mund të realizohej edhe në terapi, ne bëjmë një eksperiment. Shko tek vetja jote më e vogël dhe thuaj atë gjërat që doje ti kishe thënë ose jepi një përqafim. Dhe kjo ka ndodhur konkretisht me Dejan vet. E ka ardhur nga Sa mamet edhe ti do më pëlqen që ka pas të ëndër, më pëlqen që ka shumë e bukur. Shumë e bukur edhe që fuqizuese për të. Po Deja ka qenë vetëm, ai tha dhe vet, vitin e parë me gjyshrit, që sado ti jesh me gjyshrit nuk ke me prindrit. Pastaj vetëm prap. Dhe nuk është fakti pjesa që prindërit se donjëherë keq kuptohet që ne aty kemi qenë për ty se t'japim cillim lekët, t'japi për të ngrënë. Është ajo që kemi thënë dhe diskutuar edhe herë të tjera, është komunikimi, është e përditshme, janë momente të vogla, është prania e tyre për gjithçka. Dhe kjo çdo lloj mendimi, çdo lloj vendimi, ta marr furçën, të hap dollapin, të shoh apo jo televizor, flej gjumë ka marr vet. Kështu që ti Deja ke qenë ama me zonja vetes. Tha dhe diçka tjetër pak më herët që jam ndjerë sikur jam hedhur nga një gjysh tek një tjetër. Me thënë sikur nuk e ka gjetur veten në atë familjen klasike me dy prindër të cilët kujdesen për të dhe plotësojnë ato nevojë të sigurisë që janë shumë të rëndësishme tek fëmia. Do të bëj një pyetje, nëse të ka ngelur një peng në jetën tënde, domethënë nga ajo pjesë e historisë, nëse ti e vuan ende. Si ka mundësi e pyes veten tani? Unë nuk do rija dot pa e pyetur fëmijën tim çdo ditë.
Dhe pa vëritur që dhe gjërat më të vogla, që dhe në trup, një nxirje, një diçka që çfarë po ndodh. Mendoj se kjo është pikërisht çështja që ty të duhet patjetër ta trajtosh nëse do të japësh fëmijës sigurinë që ti dëshiron t'ju japësh, që nuk të është dhënë ty, por edhe në këtë formë nuk është se i përcjell siguri, i përcjell ankth nga gjëja jote që ka ardhur më herët, por kjo jo për fajin tënd Shumë vërtet. absolutisht. Nuk të fajsoj më për atë çfarë ka ndodhur dhe tashmë do të vendosim një pozicion që shiko ti po e bën këtë gjë në gabim, absolutisht. Është një sjellje ose një reagim i ardhur nga trauma dhe trauma që të mbyllet, së pari duhet të mbyllen pengjet që lë pas, pra prandaj të pyete a ka ndonjë peng dhe ai pengu duhet të ulet dhe ndonjëherë gjem shpëtim edhe kur e flasim, pra e flet vazhdimisht derisa ti kupton që i jep një lehtësim shpirtit tënd, pra ndihesh gjithmonë më shumë gati për tu hedhur tek pjesa tjetër ku ti e gjen veten pa nevojën për të qenë kërkuese, pa nevojën për të qenë vëzhguese e vazhdueshme e fëmijës në çfarë po ndodh në trup apo çfarë ka ndodhur kur ti s'ke qenë prezent. Pra duhet të ulet gjithmonë më shumë kjo sjellja që ti e ndjen të nevojshme. Pra e ndjen të nevojshme nga E trauma. kuptoj. Por nëse nuk do të kishte ndodhur trauma, ti nuk do ta kishe kaq ekspresive këtë gjën. Patjetër që është edhe mirë, më mirë të jemi kështu, domethënë vigjilent, por kjo është e lodhshme dhe nuk krijon siguri tek Po fëmijët. doja të bëj një pyetje duke qenë se ti je rritur edhe me mungesë totale besimi the ndaj njerëzve. Si e besove babain e fëmijëve? Domethënë se mua më intereson dhe kjo pjesa si krijon marrëdhëniet, sidomos të marrëdhënie edhe marrëdhënie intime mbas një traume të tillë. Ka ardhur natyrshëm pjesa e besimit me fëmijët për shembull sillet shumë mirë. Prap, ndoshta do duket absurde, është ajo 1% që thash nuk janë shkëputur asnjëherë nga fëmijët, po dhe nëse nuk e di për 10 minuta të dali dhe të qetësoj mbase mendjen kur lodhem shumë dhe mund t'i them mbaj pak 10 minuta lodhem, ato 10 minuta truri im është duke shkuar mbase tek ajo the worst scenario, sepse mendoj mos ndodh diçka shumë e keqe dhe unë s'jam aty. Domethënë edhe kur është bashkëshorti në shtëpi ti prapë ke të vështirë ti lësh veten. Por ndoshta është njeriu më i përshtatshëm që unë ndoshta i vetmi që unë mund t'i besoj përsëri thash duke parë sjelljen dhe çdo gjë që bën me fëmijët, 100% mund të them ose 99% me bashkëshortin, sesa me prindërit e mi diku te ndoshta 50%, pavarësisht se dhe ata janë gjyshe shumë të mirë, por me atë që më ka ndodhur mua, thjesht ajo pjesa e neglizhencës se ndoshta sikur të ndodhte që të kujdeseshin ata për fëmijët e mi, do më rinte mendja gjithkohës, mos e bëni ndonjë gjë që bën me mua këtë neglizhencën dhe diçka do ndodhte. Pra gjithmonë jam në alarm, gjithmonë ajo mendja ime shkon është si në sistem alarmi dhe unë gjithkohës jam e përgatitur, që edhe për rastin më të keq se si do sulem, si do veproj. Dhe apo jeta jote private? Do të dalësh, do të punosh. Je 4 vjet çuni, je 4 vjet që nuk i lë dot as 10 minuta. Dhe janë goxha. Fëmijët kanë goxha punë. Do të dalësh me bashkëshortin, pini kafe, nuk ndodh kjo. Jo. Këtu ku jetojmë ne, jemi larg me milje, larg familjes, familjarëve, kemi shoqëri, por secili kuptohet janë në problemet të veta, punë të veta, dhe nuk e bëjmë këtë gjë. Thjesht janë fëmijët dhe shtëpia dhe gjithë këto. Një pushim i vogël mund të jetë ndoshta vetëm po të shkojmë në pushime në Shqipëri një herë në 3 vite, 4 vite, se mund të ndodhi në bazë të kësaj, ose dhe pushimi që mund të bëjmë ndoshta një javor një herë në vit është jemi përsëri të gjithë bashkë. Ti je për te oqeanit? Po. Je për te Për te oqeanit? oqeanit, Se dëgjova fjalën milje prandaj. bashkëshorti është avokat. E kemi diskutuar para se të bëheshim prindër që kjo gjë do ndodhte, duke ditur dhe ai këtë lloj situate dhe vendosëm që Shiko, a mendoj që dhe ai vendi ku je ti, sepse thash dëgjova fjalën milje dhe pak a shumë ma mori mendja ku je, a mendoj që edhe ky të ka nxitur ose mund të mendoj që ka ndikuar tek kjo mënyra se si po e kalon këtë traumë dhe frikën që ke, sepse aty është i mbushur me histori. Është një vend që nxjerrësh çdo ditë nga një histori të re. Zakonisht çdo muaj vin ai bi alarmi që ka humbur një fëmijë, ka humbur 2-3. Është ajo frika, por është siç e thash,
është diçka që you have to let it go, do ta lesh sepse kështu do vazhdoj rjedha. Nuk mund t'i mbrosh gjithë jetën ata fëmijët, nuk do i qëndrosh dot si një prindër helikopter që u qëndron gjithkohës te koka, kontrollon çdo lëvizje, çdo gjë sepse është e pamundur, edhe fizikisht, edhe mendërisht të lodh shumë vetëm ajo ideja që çfarë do ndodhi dhe ti nuk i mbron dot, thjesht kjo pjesa është shkatruese. Fakti që po e mendon dhe këtë gjë tregon se ai e gati për të futur tek hapi tjetër i sjelljes, pra që ti të ulësh gradualisht sjelljen kontrolluese. Dhe ndoshta një punë, siç po e thonte Dalina, mund të jetë një zgjidhje për të qenë më e shpërqendruar në lidhje me këtë dhe kjo gradualisht fillon edhe ulet. Nëse ti ke diçka që me çfarë të merresh gjatë kohës që nuk jenë shtëpi, fëmijët janë detyruar të shkojnë në shkollë. Dea, faleminderit për historinë. Ishte vërtet ama një histori filmash që fatkeqësisht e ka ndodhur ty. Një histori goxha breslëndse jo në kuptimin e mirë të fjalës, po edhe nuk na kishte dëgjuar veshit. Të paktën këto historitë e dadove janë shumë perëndimore për ne, se tani janë shtuar dadot në vitet e fundit në Shqipëri, por që ngelet puna me veten, puna me veten. Po në marrëdhënie me prindin çfarë duhet të bëj tani? Me prindrit e saj? Me prindrit e saj, sepse siç tha edhe 5 vjet as nuk i beson, Zoja beson në fëmijëve tani. Fëmijët e saj prindërve, pra. Si të sillet, si thua, se ne kemi gjithmonë bërë si këto traumat që kemi qoftë, kjo është një traumë shumë e madhe, po edhe traumat e lehta, i mbarsi me prindër dhe sheh për shembull 40-50 vjeçar që vazhdojnë gërvëre me prindërit e tyre dhe nuk i zgjidhin gjërat, pra është e vështirë. Imagjino në rastin e Dea, si mund të lehtësohet pak, ç'a mund të bëj me prindër shqiptar që edhe nuk flasin? Dea tha që 50% ju besoj. Unë nuk kapa mbas kësaj, që ajo tha 50%, domethënë është një numër i mirë krahasuar me traumën që ajo ka kaluar në një, le të themi, periudhë shumë delikate, që është fëmijëria. Dhe duke qenë se ajo ka filluar ta shikoj, domethënë një mundësi të mirë që ti besoj, pra nëse janë gjithmonë të besueshëm në sytë e saj për të mbajtur fëmijën, atëherë kjo është në mendimin tim është shumë pozitive, pra nuk është absolute që thotë nuk e besoj fare. Po thotë unë jo besoj. Dhe nëse është kjo, atëherë është okay, dhe babai që e kujtoi sot atë moment. Më thënë është i gatshëm dhe ai ka reflektuar. Ja, në dinamika shëruese këto që ndihmojnë. Dhe është shumë interesante që babai pikërisht sot ta përmendi, sepse Elona ishte rrëfyer që nuk është folur që atëherë dhe pikërisht tamam janë shenja, thotë Jona. Janë shenja që edhe ata janë gati të flasin, sepse edhe shenja që tregojnë që nuk është se ka ti, ndoshta ato kanë parë ëndra, kanë parë ata ëndrat e tyre siç ke parë dhe ti, në mënyrën e tyre. Por mund të jetë një lirim shumë i madh, mendoj unë, një diskutim i hapur më në fund në shtëpinë e tyre. Nëse ata ulen, flasin për atë që ka kaluar dhe si është ndjer Dea. Jo për t'i fajsuar. Unë dua që Dea, nëse ti mundesh të gjesh një mundësi një ditë në një darkë tek prindrit, të quhen ato netët e dimrin në Oxhak edhe me gështenja, nëse do t'i pyesje prindrit dhe të shlirosh edhe ti për të kuptuar pse nuk vun re shenjat tek ty. Thjesht ta marrësh të përgjigjen, se ndonjëherë ne ngarkohemi kaq shumë dhe gjërat përgjigjet janë aq të thjeshta, kështu që ndoshta, po mundohu ta bësh këtë pyetje, nuk na gjen asgjë nga pyetjet. E di që kemi shpesh barriera me prindërit dhe prindërit nuk dinë përgjigjen, por ta heqim nga me lezet, aty mund të pyesësh mamin ose babin që është gati të flas, ndoshta, që si ka mundësi që nuk pan asnjë shenjë atyre 3 muajve. Se fund edhe ti 5 vjeç ke memorien tënde, që është goxha memorie, por prap nuk ke aq memorie sa çka nda ata. Po, shumë e vërtet. Kështu që mund të jetë ky hapi i parë, të paktën në marrëdhënie me prindërin, sepse është një pyetje që të mundon edhe një pyetje që gjithmonë të krijon një lloj ndeku dhe e ke një ndek me prindërit e tu. Absolutisht. Të paktën ata ta kesh dal nga dal të qetësohesh, unë them që hiq një gjë sikur shirohesh, një valizhe. Do ngele gjithmonë një peng nëse nuk flitet dhe të sugjeroj ta nisësh bisedën me unë nuk ju fajsoj. Por vazhdoje pastaj dhe fillo me atë se unë nuk ju fajsoj tani. Unë nuk ju fajsoj. Sepse kjo mund të japi një lloj lirshmërie edhe atyre të ulen dhe të kuptojnë pak. Mos vendosen në pozitë kundërshtuese. Domethënë nëse shkojmë aty, ndodhi kjo gjë, ja dhe pse nuk e kuptua. Domethënë shumë akuzuese. Po. Edhe kështu nuk diskutojmë. Por që të diskutojnë ndjenjat e vërteta, është e nevojshme të diskutohen aty. Domethënë se si e ka kaluar dhe tham që mund të jetë një shpëtim shumë i madh emocional dhe ta lëm mbas një herë mirë atë histori
dhe të përqendrohet tek e ardhmja me ndryshime edhe tek këto sjellje që ne tham pak më herët. Po do qetësi kjo Shumë gjë, do faleminderit. qetësi se do shumë qetësi dhe shumë se varet si kthehen prindrit, po do realisht doja që të shkosh me mendjen që mund të marrësh përgjigje ose nuk merr përgjigje. Por në Qëllimi dy është rastet çlirim emocional i e, Deas në- që e meriton, mendoj unë. do qetësi. Deo të falenderoj shumë, e të uroj gjithë të mirat. Shumë faleminderit. Ju Edhe falenderoj gjithë që më bekime për ju. dëgjuat. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit Faleminderit. edhe juve. Faleminderit. Më kujtuan gjithë ato fëmijë dhe gjithë ato ngjarje që kanë ndodhur vitet e fundit nëpër kopshte dhe çerdhe, ku vinë fëmijët e abuzuar nga edukatorët dhe vinë sepse kanë shenja ose kanë folur fëmijët, po kryesisht mbasi kanë folur disa herë, është shenjat në trup ato që i kanë shtyr prindit të shkojnë te edukatorja, jo e folura. Po, kështu që ajo çfarë i ka ndodhur Deas, mund t'i ke ndodhur dhe shumë fëmijëve tjerë, të cilët prindrit duke se nuk i duan fëmijët e tyre, por kanë pritur dhe se ka kuptuar. Tani shkurtimisht shpejt, cilat janë shenjat që të kuptojmë të një fëmijë i vogël kur vjen i cili nuk mund të artikulohet dot, 5 vjeç, 4 vjeç, shënë si ka, çfarë janë sa shenja që të kuptojmë që fëmia nuk është në rregull, diçka po ndodh në ambientin ku e çojmë, në kopësht e dado. Gjithmonë shfaqen shenjat e pasigurisë, frikës, që fëmia i përcjell me vete. Më thënë e tham që ka një lloj edhe pozicionimi i trupit të shumë folës edhe tregon. Nëse më përpara fëmia flet në tavolinë, është pjesëmarrës, shikon, është aktiv me lojrat, me kukulla që do të shikoj, nëse ndodh një moment traume, ndodh e kundërta. Pra ai Ato me njëherë tërhiqen. tërhiqet, Pa pritur, izolohet, po. sidomos nëse ka frikë të tregoj, varet nga presioni që i bëhet dhe se si e percepton fëmia të presion. Pra nuk do t'i bëj keq prindërve të tu, është thënë Deas në një moshë 5 vjeçare. Dhe Dea çfarë ka bërë, e ka vendosur në mendjen e saj që nuk do t'i tregoj prindërve, derisa ata ta kuptonin vet. Nuk e kuptua. Ose kanë edhe sjelljet agresive. Me thënë në shtëpi është një tërheqje vëmendje që ai po vuan, por fëmia duke qenë se nuk mundet të artikuloj, varet në çfarë moshe është, shfaq shumë zemrim. Më thënë është një sjellje e kundër që mund të ndodhë një mënyrë tjetër, përveç heshtjes që e kemi një ekstrem, kemi edhe zemrimin nga ana tjetër, edhe shenjat agresive, që ai e nxjerr atë mllëfin e akumuluar brenda. Dhe prindi aty duhet të filloj të bëhet më kërkues, më tej, çfarë ka ndodhur me fëmijën. Prandaj është gjithmonë kjo që në fund të ditës në çdo program mund të bëjmë 100 programe, mund të bëjmë 1000 programe. Thelbi është që fëmia duhet të flasë me prindin. Thelbi është që fëmia duhet të flasë me prindin. Duhet t'i Nuk ka ku të krijosh. shkojmë rrotull fare. As se prindi është më i zgjuar se fëmia, apo fëmia është fëmia, as çdo lloj teorie tjetër bie. Deri tani kanë kuptuar që duhet të flasin, të krijojnë një rrjet besimi me njëri Duhet të tjetrin. krijosh besimin Po, që fëmia krijosh të besim vjen. me njëri tjetrin. Absolutisht nuk ka asnjë lloj formule tjetër. Bëj çfarë dush ti kalamanit, vishe me Versace, çoj te shkolla më të shtrenjta të botës. Shihni këtë programe do kuptoni që krijon një rrjet besimi me kalamanin, nuk ka asnjë gjë tjetër. Ore ta bësh ti yll, ti jetë mis, të jetë çfarë të doj, me tërë dieta i shkëlqyer, po se ke atë, Sikur nuk e di se 10 ç'ndodh. minuta në ditë, edhe Po. studiuesit e thonë, sikur nëse ti je një prind shumë i angazhuar, për 10 minuta të flasësh me fëmijën, si je, me atë fjalën si je, Po, si realisht, shkoj shkolla. për të flasësh për ndjenjat, për ta stimulosh të shprehet, edhe kjo ndihmon që fëmia pastaj të vi të flasë tek ty.